22% e emigrantëve kthehen në Shqipëri. Të dhënat e fundit të anketës së emigracionit të Instat tregojnë se afro 109.000 shqiptar janë kthyer gjatë 12 viteve të fundit. Shumica e shqiptarëve të kthyer janë mbi 35 vjeç, konkretisht mbi 60% i përkasin grup moshës të 35 vjeç e sipër, 29% të grup moshës 25 deri në 34 vjeç dhe vetëm 9% të kthyrëve janë midis 15 deri në 24 vjeç. Një indikacion i rëndësishëm i emigrantëve të kthyer janë edhe ata të moshuar që dalin në pension. Afro 1/3 e personave të kthyer 65 vjeç ose më të vjetër, duke treguar se shumë prej tyre kthehen pas periudhave të gjata jashtë vendit, ndonjëherë pas daljes në pension. Nisur nga të dhënat zyrtare, migrantët kthehen në një moshë mesatare më të re krahasuar me popullsinë jo migrante, duke kontribuar në një ulje të plakës së popullsisë në vend. Ekspertët e Bankës Botërore prekohësh rekomandojnë përdorimin e emigrantëve si një nxitës të fuqishëm i zhvillimit të Shqipërisë. Kthimi i emigrantëve mund të shërbejë për krijimin e vendeve të punës, investimet dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor, duke e pozicionuar atë si një katalizator për prosperitet afatgjatë. Kjo pasi emigrantët e kthyer janë më të përqendruar në mesin e familjeve dhe kanë siguruar të ardhura më të larta gjatë punës së tyre jashtë Shqipërisë.